Mirë se erdhët, ju përshëndes rubrika Bëje Vet për të sjell maska natyrale për fytyrën dhe flokët nga Stella. Mirë se erdhët, Stella. Mirë se ju gjeta. Si që jemi këtu. Si gjithmonë një kënaqësi. Është një recetë sot që më pëlqen shumë, se do ta përdorim edhe ne. Me kube akulli, po kube jo të zakonshme. Jo të shëndetshme. Jo kub ujë, por ka disa gjëra kështu për zjeri, element shumë interesant, do thoja unë. Edhe kjo mask shërben shumë për ushqimin që është kryesorja të lëkurës, por dhe për atë zbardhjen. Sepse na iku ajo periudha verës, nuk e duam atë nxirjen e diellit, duam atë lëkurën e shëndetshme. Është një prej kubeve ose një prej recetave që përdor dhe një prej influencueseve më virale, që është e orientuar drejt le themi përdorimit natyral të çdo gjë në fytyrën e saj, Victoria Benitez. Dhe ajo është një ndjekëse shumë e mirë e këtyre traditave holistike për përdorimin çdo gjë të natyrës dhe çdo gjë organike në fytyrën dhe në trupin e saj. Dhe duket si shkëlqen, sa e lumtur është kur jep ato rezultatet që dalin pas këtyre maskave. Kështu që ato që ndjen dhe ka provuar e transmeton dhe të tjerët, kështu që dhe ne prandaj mundohemi që disat na marrin ne maska, disat marrim neve. E të mendosh, ajo është një vajzë e bukur, kur del çdo mëngjes, mëngjesi im është shkymer te kavanozën e mjaltit, 2 thelpinj të mëdhenj hudhre, i lyente aty dhe i konsumonte. Pastaj vazhdonte me qepun e kuqe me mjalt. Që hante si mall. Kjo vajzë e bukur kaq. Nice, vazhdojmë këto kube, çfarë kanë në përbërje? Atëherë, mos të vonojmë, na duhet oriz i bardh, ujë, mjalt, kokos dhe qumësh kokosi dhe mos të harojmë lëngun e trëndafilit. Pra atë ujin që lëshon trëndafili, kemi lënë një trëndafil të thatë që ka një aromë. Po, këtu mban roza kanina të shkëlqyer. Ka lëshuar ngjyrën e vet. Atëherë, mos të humbasim koniki, marrim orizin dhe duhet marrim 2-3 lugë oriz, i hedhim në një tenxhere dhe gjysëm. Ose se sasit barabarta? Ose, jo, do raporti 1:3, më shumë ujë dhe më pak oriz. Atëherë, do hedhim 3 lugë oriz dhe hedhim 6 lugë ujë. I vendosim në tenxhere, ne për efekt kohë e kemi zjerë. Duhet ta vendosim në zjarr të fortë dhe do ta shohim. Zakonisht orizi e thith shumë ujin, kështu që duhet ta jemi të vëmendshëm që ta shtojmë her pas here që mos na thahet. Kështu siç e kemi tani, që ky ka zjerë, ne do ta vendosim në blender. Blenderin unë po spostohem se kemi këtu. Dhe duhet ta kalojmë në blender që të jetë një masë unifikuar e një trajshme, një masë homogene, që ta bashkojmë me produktet e tjera. Pra, këto kuba do të përdoren sigurisht për të pastruar fytyrën, për ta ushqyer, që vuajnë nga një llat kafe, për pigmentizimi i fytyrës, pigmentimi i saj dhe shkëlqimin që jep përmes mjaltit të përdorur, kokosit gjithashtu, orizit që ka ato veprimin zbardhuese. Bëri pak zhurmë, por duhet na dalë derisa të grihet të plotësojmë atë. Tani kjo është një masë ujë. Kështu siç e kemi. Fillojmë përzierjen tonë për të krijuar këto kubet e akullit. Atëherë do marrim lëngun që përftuam, të orizit, do hedhim 3 lugë nga lëngu i orizit. Do hedhim 1 lugë mjalt, atëherë po marr 1 lugë tjetër për kokosin. Po e përdorim këto sasi për një, le themi, pjesë të vogël të... Po, jo të gjithën. Masave të kubeve që kemi në dispozicion. Odhëm dhe 1 lugë edhe për efekt kokosi dhe do hedhim 1 lugë qumësh kokosi. Të gjitha këto janë kështu të bardha, natyrale, të vjen që të lyesh direkt tani, pa mbaruar maska. I përziej mirë dhe do hedhim dhe lëngun e trëndafilit. Ujin e trëndafilit, kjo është ende pak i ngrohtë, por kjo nuk prish punë. Atëherë, do hedhim 4 lugë të tilla. Edhe nëse bie ndonjë gjë të trëndafilit, punë e madhe jep atë bukurinë dhe brumin e duhur. Qa arome? Kokosi, uji të trëndafilit, mjalti.
Ja, u kryua kjo mask. Dhe tani kështu si që kemi, do të vendosim në format e akullit. Kjo do dalë dhe me bukur me gjethet e trëndafilit tani. Gjethet e trëndafilit plus pjesa e kokosit, ne do të përgatisim mas tjetër më vonë, për të treguar si shembull, edhe për efekt kohe, për të treguar si shembull. Ja, pra, do të vendoset. Kjo do ishte shumë bukur ta kishim bërë pak më para, edhe ta kishim atë kubillin e akullit, se vërtet del një gjë shumë kështu si magjike, edhe ke parasysh që janë ato sapunet natyral tani që janë jo me ulli, me gjërat me kështu produkte të ndryshme, edhe i kanë këto gjethet. Edhe kjo maska duket fiks sikur e kemi blerë me ato. Si do ta përdorim tani këtë kup? Atëherë, këtë do ta përdorim, ajo do të përdorim 2 herë në ditë, nuk ka problem fare, ose sa herë të duam ne, sepse nuk ka asnjë gjë që mund të na shkaktoj diçka që na iriton lëkurën. Po zakonisht është mirë para make-upit në mëngjes, para se të bëhemi gati pak të sytë, fytyra, ajo ushqen, nuk ka nevojë të shplahet për mua, por që kush e ka bezdi atë mjaltin, edhe mund të shplaj lëkurën. Nuk është se ndihet në lëkurë dhe të thuash që po më bezdis, kurse në darkë pastaj nuk do të sugjeroja që të shplaj. Kështu që ta lyej me këtë, ta përthith lëkura dhe në mëngjes vërtet do kemi një fytyrë kështu të shëndritshme. Edhe elastike të ushqyer dhe dualisht duke përdorur her pas here, ndjejmë edhe atë zbehjen e njollave, duke patur parasysh elementet që ka brenda një kubi. Pra jo thjesht ujë, por ujë i pasuruar me këto element që ne tham. Mendoj që ishte shumë e thjeshtë, jam e sigurt që zonjat në shtëpi do ta përgatisin, edhe nëse kanë pyetje, si gjithmonë na shkruajnë. Kjo ishte pra receta e sotme në Bëje Vet, kube akulli për zbardhjen e njollave të fytyrës dhe ushqyerjen e saj përmes edhe njëherë orizit, mjaltit, ujit të trëndafilit, qumshit të kokosit dhe krokosit, kremit të kokosit. Edhe lëngun e orizit, i cili duhet të jetë zjerë dhe dihet maskat e famshme koreane me oriz. Faleminderit Stella, ditë të mbar, faleminderit shumë për këshillën dhe për sugjerimin e sotëm. Ne do të përshëndetemi së bashku edhe do t'ju urojmë një ditë të bukur nga Reze Dielli.